Qifti Rashiti po e përgadit kafenën në shporetin elektrik, pa e menduar fare faturën në rrymës. Kafja po zihet me energjinë që prodhohet nga panelet diellore mbi qatin e shtëpisë së tyre. Që kjo rrymë është tash me panele diellore. Edhe punë tjera këtë kryhen, përgatitja e ushqimit ose bojleri ose frigorifera 2-3 punojnë me panele diellore. Në më thonë, na prej mëngjesit e derit për rëndili, prej rrjetit s'morëm asnjë kilowatt. Në shtëpin prej 320 metra shkatror në periferit e Lipjanit, energjia që prodhojnë panelet diellore i plotson nevojat e familjes shtatantarshe. Ata nuk ka nevojë për energjinë elektrike që ofron distributori KEC. Panelet kanë kapacitet prej 7 kW dhe familja po i shfrytëzon ato nga fillimi këtij viti. Nga 70 euro sa shpenzuan në majin e 2024-tës, Rashitët paguan vetëm 3 euro në majin e 2025-tës. 3,7 cent nuk janë ku me di çfarë pore, sikur me do në qytet edhe mi pije 2 kafe me një shok. Sistemi i instaluar në shtëpi ja mundëson familjes që të pricen e energjisë ta kthejë në rrjetin e KEC-it dhe ta përdorë natën apo në ditët e ftohta, kur prodhimi paneleve diellore është me jo lehtë. Që tash është ora 13:09 minuta, i ka prodhu deri tash për mëngjesit 29 kW. A për momentin është i prodhu 7 kW. Gjatë ditës na mundja mi shpenzue në 10-15-20. Tjerat hinë rjet. Instalimi paneleve i kushtoi familjes 7.500 euro, ndërsa ajo është përfituese 1.500 eurove subvencion nga Ministria e Ekonomisë, ndonse Hajriz Rashiti thotë se ende nuk i kanë pranuar mjetet. Vitin e kaluar, kjo ministri hapi thirrje për mbështetje të familjeve që investojnë në panele diellore. Nga 446 aplikime, 283 familje përfituan mbi 460.000 euro. Pikërisht këtë vit, edhe interesimi për panelet për prodhim vetjak të rrymës ka shënuar rritje, thonë institucionet dhe kompanit instaluese. Interesimi është shumë i madh, ndërsa nëse e kthejmë në përqindje ulje në faturave, atëherë kemi diku rreth 60 deri në 70% ulje të faturave nga për klient. Sipas e zyrës të rregullatorit për energjinë në vitin 2024 janë dhënë 671 autorizime për vetë konsum për ekonomitë familjare dhe bizneset, ndërsa në vitin 2023 ishin lëshuar vetëm 23 të tilla. Në përqindje, pjesa më e madhe të është tek bizneset, domethënë dikun varian numri 60% janë bizneset që kanë instaluar panele solare, ndërsa 40% janë konsumatorë familjarë. Në Lipjan, Hajriz Rashiti inkurajon qytetarët që të investojnë në panele diellore, si dhe i bën thirrje shtetit të vazhdojë me subvencione. Unë kisha më thonë njerëzve me apliku sa më shumë edhe me vendos. Edhe për një 10 vjetë, bo është 0-0. Mas 10 vjetë të në 30 vjetë e ki tani kejtë falë. Dhe me thonë ato investimet që i ke bo, për një 10 vjetë këthejhen. Viteve të fundit, Kosova ka investuar në disa projekte për shtimin e burimeve të ripërtritshme të energjisë. Sipas strategjisë për energjinë, Kosova synon që deri me 2031 të prodhoj 35% energjisë nga burimet e gjelbra, si era, ujë dhe dielli. Sot, rreth 90% energjisë elektrike prodhohet nga djegja e ngjillit në termocentralet e Obiliqit.